Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ne falenderojmë Allahun e madhëruar te baraka wa taala dhe bim salavat mbi pejgamberin sallallahu taala alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekun dhe pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj ka thënë Imam Tahawiu, Allahu e pasmëshiruar, wala shay'un yu'jizuhu, dhe nuk ka diçka në mënyrë absolute që është e pa arritur për Allahun e madhëruar. Zoti jon është një, Allahu jon dhe gjithësisë, kjo botë nuk ka zot tjetër, është i plot fuqishëm. Edhe fuqia e të madhit Allah është e përkryer. Nuk ka mundësi në mënyrë absolute të ekzistojë diçka, e as të imagjinohet diçka e që tjetë e pa arritur, e pa mundshme për Allahun Azza wa Jall. Sepse kjo cilësi e të madhit Zot, fuqia është e përkryer, është e paskajshme, e pa përfunduar, e Allahu duhet të ketë cilësit e përkryera. Pra ata Allahu ka thonë, inna Allaha ala kulli shay'in qadir, shumë herë, me 10 herë. Allahu në Kur'an ka përshkruar vetveten se për Zotin është çdo gjë lehtë, nuk ka kur gjë rënd. Herë atje kur don me cek fuqinë e tij që e ka për të dënuar robët e vet. Ani pse ata janë numër të madh, ani pse ata janë me fshatra dhe me qytete, po edhe krejt dy janë me deshti madhi Allah, me shkatrue, nuk ka kur far çështje apo kur far pune e cila është apo vepër e pa arritur, e pa mundshme për Allahun Azza wa Jall. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Me të vërtetë Allahu për çdo gjë është i plot fuqishëm. Për çdo gjë, bashkë për çdo gjë është i plot fuqishëm. Edhe ka thënë Allahu, wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Dhe Allahu Azza wa Jall për çdo gjë ka fuqi të mjaftueshme, është qadir. Për çdo gjë ka fuqi të mjaftueshme, çka të ka qef dhe çka të doj me boj madhi Allah te bareke wa taala. Edhe njeriu ka fuqi. Dhe kemi thënë më herët se njeriu në disa sifate cilësi merr pjesë me të madhin Allah, në të njëjta cilësi për vetëm në aspektin gjëhësor. Allahu ka forcë dhe ne kemi forcë, por edhe ne njerëzit kemi forcë, por edhe bubrecat kanë forcë, edhe insektet kanë diçka që quhet fuqi dhe forcë. Por fuqia e bubrecave me fuqinë e njeriut dhe fuqia e njeriut me fuqinë e elefantit edhe fuqia e këtë krijesa me fuqinë e Allahut Azza wa Jall proporcionalisht është shumë e madhe, bile pa krahazueshme. Pra fuqia të madhit Allah Azza wa Jall është e paskajshme dhe për Zotin nuk është rënd kur gjati si vje rënd çka do të bëj. Për ata Allahu ka thënë, wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay. Nuk ka asgjë të paarritshme për Allahun. Nuk ka diçka që është e pamundur, e paarritur për Allahun.
Fi samawati wala fil ard, as në qiej e as në tokë, innehu kana aliman qadira. Nuk ka diçka që është e parritur, që është e randë, thëkil, për Allahun e madhruar, që ka në qiej dhe në tokë, me të vërtet, Allahu është më i dishme dhe është më i forti. Ai i ka kriju e qiejt, la ilaha illa Allah, edhe ka kriju e tokën. Sa është pesha e madhe këtyre krijesave të Zotit, sa janë të mëdha këto krijesa të Zotit, e mrena këtyre krijesave sa ka krijesa tjera të Zotit, asnjë këtu nuk janë rënd për Allahun. Wa ma kana Allahu liyu'jizah. Nuk i bëhen Zotit shumë, nuk i bëhen Zotit rënd, tebareke wa taala. Krejt këtu krijesa që ka krijuar i madhi Allah Azza wa Jall, sepse Allahu është i fortë dhe fuqia e tij është e paskajshme. Thot pastaj autori në vazhdim, wala ilaha ghayruhu, dhe nuk ka zot tjetër pas Allahut Azza wa Jall. Kjo është fjala e tauhidit, në të cilën kanë thirrur të gjithë pejgamberët e të madhit Allah, që kemi cekur edhe më herët. Eni ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Kjo ka qenë ajo parolla ku krejt pejgamberët e Zotit prej Nuhit alayhi salam deri te Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wasallam kanë thirrur të eni ibudullah, adhurojeni e Zotin, ma lakum min ilahin ghayru, o ju njerëz, ju nuk keni Zot tjetër. Nuk keni Zot tjetër, por ajo që është më rëndësi me këto, është se prej metodologjisë që përdor Kur'ani në fjalën në kelimet e tauhid, në fjalën e tauhidit, është fjalën shahadet, është fjalën la ilaha illa Allah, e përdor edhe në mohim edhe në pohim. Nuk e pohon Zoti është një dhe kaq, por Zoti është një dhe nuk ka tjetër. Mohim, pohim. Kur është fjala të la ilaha illa Allah, njëherë pohon, njëherë mohon e pastaj pohon. E mohon do me thonë e refuzon të ketë Zot tjetër. Pastaj vjen pohimi, vërtetësimi, se vetëm një Zot e keni ju. Nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë, kështu duhet thuhet. Sepse të thunë nuk ka Zot tjetër, e thot aje pas, se unë kam qatë Zot. Dhe e thot, po unë kam atë Zotin tjetër. E ne nuk po themi se ju nuk keni Zota, ju keni, se nuk mujt ta mohoj, se ti pohon, nuk mujt bindi. Por qatë Zot që po adhuron ti, nuk është adhurimi i ti me të drejtë dhe i drejtë. Nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë, nuk ka, kjo mohim. Illa hu, përpos Allahut, përpos ati. Për atë arsye Allah i madhruar këtë metodologji e ka ndjekur në Kur'an, se kjo është më e plot, më e përkryer. Për të mohuar njëherë krejt me miliona dhe mira dhe qindra mira zota që kanë qenë dhe janë dhe ndoshta do t'i pjellin të lindin njerëzit për ideve tyre të mbrapshta, me imposht, me anulu ata, me deklasu, me mohu, e pastaj me vërtetu që ata që në realitet ka qenë, Allahu ka qenë, edhe është, edhe do të mbetet, dhe është i vetmi i cili meriton të adhurohet me të drejtë, sepse zota të tjera nuk meritojnë të adhurohen me të drejtë, anëpse njerëzit i quajnë zota kushtimisht, në realitet nuk ka. Ka thonë Allahu sa për shembull, wa ilahukum ilahun wahidun, dhe Zoti ju është një. Me logjik që do të kishte me logjik që është muslimanëve natyrisht, po edhe me ata që në natyrshmëri do të kishte qenë mjaftuar. Dhe Zoti juaj është një. Wa ilahukum, dhe Zoti juaj ilahun është një Zot, wahidun një Zot, s'ka tjetër. Deri shtu nuk po thot s'ka tjetër, po thot është një. Po kur ti thosh njërit me që më është një, thot po dënje pse sa kanë me kanë. Sa ka pas në herë dy Zota tre, po
që është të thujnë besimtartë po, por ata të cilët janë pagan, mund të thujnë, për atë arsye ka thonë vazhdim, la ilahe illa hua rrahmanur rahim. Nuk ka, në vazhdim nuk ka zot tjetër illa hu për posti ar-Rahman, ar-Rahim, dhe ka cek dy emra dhe dy cilësit njëjtë në kohë, ar-Rahman i gjithë mëshirshëm dhe ar-Rahim i mëshirshëm, apo mëshirplot. Pra, jo është ka cek të dy atë edhe mohimin, edhe pohimin këto, sepse mund dikush në përmjet frymëzimit shejtanit mallkuar thot po i besojmë ju muslimanët që e keni vetëm një Zot, po këna marrë vesh, vetëm se edhe ne kena Zotin ton, edhe kena Budën, ata tjerë të Hindus të kanë Lopën atje, ku ta diun e tjerë të kanë mëshirët të kanë Latin, e Lozan, dhe kështu me radhë. Për të mohuar këtu krejt, nuk ka Zot tjetër. Klapa i cili meriton apo hiç pa klapa të adhurohet me të drejtë illa hu apo illa Allah, për post madhët Allah azza wa jall. Është më plot, është më fort. Pastaj ka thënë në vazhdim Imam Tahawiu, duke përshkruar të madhin Allah azza wa jall, dhe duke cekur besimin e drejtë ndaj të madhit Allah, qadimun bila ibtida, daimun bila intiha. Allahu është i pari, nuk ka fillim. Allahu është i fundit, nuk ka mbarim. Allahu është i pari. Kjo është nxirrë për ajetit kuranor në surat Hadid, huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu. Allahu huwa al-awwal, është i pari. Wal-akhiru, është i fundit. Vetën e ka quajtur të pari, edhe është i pari. I pari sepse nuk ka asgjë para tij. Çka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadith të Imran ibn Husajnit, kana Allahu wa lam yakun shay'un ghayru. Ka qenë Allahu, por s'ka pas asgjë me Allahun. Ka qenë vetëm i pa fillim. Wa kana arshuhu ala al-ma, dhe ka qenë arshi i tij mbi ujë. Wa kataba fi dhikri kulli shay'in wa khalaqa as-samawati wal-ard. Pastaj i ka bërë caktimet, kaderët, kulli shay, çdo send. Wa khalaqa as-samawati wal-ard, dhe ka krijuar qiejt dhe tokën. Huwa al-awwal, Allahu është i pari. Wal-akhiru, dhe Allahu është i fundit, tebaraka wa taala. Është i fundit. Nuk ka asgjë pas tij. Për atë arsye pejgamberi ka thënë alayhi salatu wassalam, prej duave të cilat i ka bë, Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka shay, wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay. O Zot, ti je i pari, nuk ka asgjë para teje, dhe ti je i mbrëmi, nuk ka asgjë pas teje. Prej duave që ka bë kur ka desh me lut madhin Allah azza wa jall, Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka shay, o Zot, ti je i pari. Me pohua me gojë dhe me vërtetua dhe me zemër se Allahu është i pari, nuk ka pas kur gjë, dhe Zoti ka qenë. Këta dy emra, apo këtu dy cilësi të madhe të Allah, janë të mbjellura edhe në natyrën e njeriut, për dhe logjikën e shëndosh ti, sepse me logjikë të shëndosh, çdo send merr çka dush, çka shef, dhe çka kupton, dhe çka mund të imagjinosh, që është e krijuar. E çdo send është e krijuar, pas të madhit të Allah, duhet jetë e krijuar nga dikush tjetër. E ai dikush do të jetë prapë i krijuar nga dikush tjetër. Dhe ai tretë atij dikush do të jetë prapë i krijuar nga dikush tjetër i katërt. Dhe këto hallkat, këti zinxhiri nga kë dhe nga kë dhe nga kë, apo prej ti dhe ti dhe ti,
me logjik që ndosh duhet përfundojnë. Duhet përfundon dikun, ku o fundi? Mos më ngje 500 ku o fundi, mos më si lapet. Fundi ku o. Ka fund. Zbëhet pa pas piknisje. E nëse ka piknisje atër qaj nga erdh. Si puna e njerëzve. Me pas aftësi njeriu prej këtujt, me një prende dhe sërgjësht e vetë, rënjën e vedejt e Ademi a.s. tani më ku, a dërë më nalët e Ademi ka me shku, Ademi ka në pat nane babë. Çdo sa ndohet vinë fund, nalët. Të ketë fund dikun, të përfundojt, të ketë stacion të fundit, e tani më ku. Për atë arsyet atë të cilët nuk e kanë besuar të madhe në Allah, si filozoft dhe shkum shkencëtar të profileve të ndryshme, këtu janë hutuar, se si u ka kojt, me thonë, po këtu e ndalë për tashmë kohë, tashmë qka, nga Allahu, edhe nuk ja u ka qitë goja, e pastaj je natyra, je materia, je vetvetiju, je faktor të ndryshëm kanë ndikuar, je prej majmunit, e majmunit për kujt? Po edhe prej dikuj, për kuj na krijuaj? Për majmunit tjetër, po edhe tjetër në fund atje për kujt? Qysh me dha përgjigje pastaj? Qysh me mush me anën njerëzve? Se këtë dynja edhe të në këtu miliona krijesa janë të krijuara vetvetiju. Vazhdimshmëria aty është e lehtë, sepse njeriu po i kupton ligjet. Pe mjell gruni pe ti po del tjetri. Po për ka bazën, për ka farën. Po dhe burrit martohet me grun, edhe po del fëmia dhe nuk ka ndonjë farë ku me ditë çka. Sa hi forma e krijimit të fëmijës, po çdo se është mrekullia e Allahut, por megjithatë e natyrshme. E natyrshme, po mirë në fillim atje krejt ka. Pra, Allah i madhruar është i pari, nuk ka asgjë para tina. Dhe është i mrami. Ka thonë Allahu kullu shay'in halik illa wajha. Çdo sa do të shkatërrohet la ilaha illa Allah, asgjë nuk është për jetë. Përpos lart madhëria e tij, ai mbetet. Ai nuk ka fund. Nuk shkatërrohet. Imagjino kur shkatërrohet çdo gjë dhe mbetet e vetmi Allah. Dhe këthët kodërtën ka qeni madhi Allah, dhe s'ka pas kur që. As tok, as qij, as uj, as gjë. Edhe vjen ko, as ka kur që. është i vetmi Allahu Azza wa Jall. Ne po themi i pari e nuk po themi vjetri. Disa prej mutekelliminëve, kemi thonë mutekellimunat atë të cilët e kanë futur mendjen e vet, i kanë dhënë shumë më shumë prioritet se sa citateve, ajeteve kuranore dhe hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, që në përgjithësi këtu fraksione i kanë kundërshtuar seleft e parë, kanë thënë se edhe Qadim është prej emrave të Allahut, i vjetër. Por ulemaja selefve asnjëherë nuk e kanë quajtur Allahun i vjetër. E pse? Se kanë quajtur i vjetër, sepse kur është diçka e vjetër, te mas ti çka është ai që vjen? Është i ri. Për atë arsye gjithmonë në Kur'an, shprehja i vjetër vjen kur ka diçka mas tina apo mas saj që është e re. Për shembull ka thënë Allah hatta adakal urjun al-qadim. Ose ka thënë Allahu in lam yahtadu bihi fasayquluna hadha ifkun qadim. Fa nëse nuk udhëzohen ata me Kur'an, do të thonë në udhëzim me nurin me dritën e Allahut që ka thënë Allah Kur'anin mek, do të thonë këto janë ifkun, janë shpifje, janë trillime, janë të vjetra. Gjithmonë është shprehja e vjetër kur përballë saj po përtrihen po vinë sa në treja. Pra më thonë ka qenë Zoti i vjetër, jo që është vjetruaj. Po kur thush i vjetër, dhe më thonë mund të kuptohet, të mbetet hapësirë,
se mira që ka arë pas tina është ma i ri, atër që ma i ri të adhërojmë ne. Si kurse disa ide të krishterve, po edhe të shqiptarve ignorant, feja katolike është me e vjetër, të kthehemi në bazë. Për në ka këtu punë vjetër e tre. Kjo është një, por Allah nuk e ka qujtë vetë vetën qadim të vjetër. Edhe ulemaja kanë urrejt me thonë Allah është i vjetër, por është i pari, se vetën ka quajtur i pari pa fillim dhe i fundit i pa mbarim. Edhe ka thonë rahmetullahi alejhi Imam Tahaviju, wala jefni, wala jebid, la ilaha illallah, ose la jefna, wala jebid. Dhe nuk shkatërohet, dhe nuk humbë, nuk asgjësohet. Nuk shkatërohet. Kjo është me besu dhe me deklarue se Allahu i madhëruar subhanahu wa ta'ala ka qenë, është dhe do të mbetet dhe shkatërimi, nuk i përshkruhet, nuk i përket dhe nuk e godet dhe asgjësimit madhe në Allah. Aje godet çdo krijesë, çdo gjë tjetër pas Allahut, edhe arshi tina, që është krijesa e parë, edhe melaqet e tina më të afërta, si Gjebraili, Mikaili, Israfile, melaqet tjera, edhe hameletul arsh, melaqet që bartin arshin, çdo send, që ka thënë Allah, kullu men alejha fan, çdo gjë që është pas Allahut, jefni, la ilaha illallah, hum, tretet, ana shkalohet, s'ka, është duk, wa jebqa wajhu rabbike dhul gjelali wal ikram, dhe mbetet lartë madhëria Zotit tënd, të bareke wa ta'ala. Ka që sa për sot, sepse kem pastaj një ders pak më të gjatë, në veçantë, e që ka të bëjë me kader, është pak i ndonë, wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë.